disa sorra, disa korba duan ta kthejnë përmbys, por nuk kthehet përmbys më ky sistem. Ky është sistemi i garës, ky është sistemi i punës, ky është sistemi i meritës. Natyrisht këtu do ndalem sepse pastaj për çfarë un kam reflektuar personalisht nga gjithë ajo që kemi parë, nga pasqyra e bulevardit të Flamingove, është temë tjetër dhe do ta ndaj me të gjithë në ditët në vijim. Por ai bulevard është shumë qartësisht i ndarë, për mua të paktën, sepse është i ndarë për historinë. Historia e Flamingove është historia e Shqipërisë së Re. Ndërsa historia e sorrave dhe e korbeve që e kanë marrë peng përfundimisht dhe e kanë kthyer në një shëmbëltyr simetrike me jashtënxjerrjen e asaj opozitës që tani stihet më ku është, nuk ka asnjë lidhje me historinë e të ardhmës së Shqipërisë. Është vetëm e shkuara që vjen në forma shumë të rrezikshme dhe shumë të shqetësuese po të shohim historinë. Ekstremet e majta dhe djathta që vinë për të sjellë më të keqen për një vend, përmes sharlatanësh, përmes delirantësh, përmes ignorantësh dhe përmes dështak zëmrakësh të pangushtueshëm. Janë dy histori të ndara. Paketa e maleve është historia e të ardhmes. Investimet e mëdha janë historia e të ardhmes. Shqipëria që duhet ta çojë prodhimin e përgjithshëm kombëtar nga 27 miliardë, dhe kemi pasur më pak se 10 miliardë kur kemi nisur këtë detyrë, në 35 miliardë brenda këtij 10 vjeçari, deri në 2030, është historia e të ardhmes. Këta që bërtasin për një Shqipëri që u dashka të jetë vetëm e shqiptarëve, për një Shqipëri ku nuk duhet të ketë huaj, janë më e keqja që mund të ndodhi këtij vendi. Kaq keq Shqipërisë nuk ja kanë bërë as ata të tjerët që u tretën nga bulevardi dhe janë mbyllur atje në kuvlitë e kuvendit dhe vazhdojnë ulërasin, sepse janë të mbaruar. Gjithsesi, do t'ju informoj në vijim për shumë çka, por edhe një herë shumë respekt për Flamingot, që më kanë mësuar shumë dhe më kanë bërë të mendoj thellë. Dhe vetëm refuzim dhe madje përveç refuzimit edhe neveri për ata që janë sorrat dhe korbat e mbledhur të këtij vendi dhe që ulërin, që shajnë, që këndojnë vulgaritete në kor dhe ju duket se po ndryshojnë botën. Asgjë nuk ndryshojnë ata.